jemi në vazhdimësisë të punës sonë që jemi duke bërë gjatë ditës së vëzhgimit, sa është konferenca e dytë e radhës, ku kemi të angazhuar rreth 550 vëzhgues, me prezencën e tyre, me kontributin e tyre, me angazhimin e tyre, me përkushtimin e tyre sa janë duke ndihmuar, duke dhënë kontributin për arritur integritetin, për të ruajtur integritetin e procesit zgjedhor, për të ruajtur vlerat demokratike që i duhen këtij procesi, dhe ne shfrytëzojmë këtë rast me i falenderu gjithë ata që janë përgjegjës sot në gjithë Kosovën, edhe bëjnë një punë të mrekullueshme. Rezultatet dhe dhënat që do t'i paraqesëm në këtë konferencë përfshin nga batin kohor deri në mesditë, deri në orën 12, gjitha tjetra që i bën demokracia në gjatë ditës së sotme. Fillojmë në disa komponente prej pjesëmarrjes në votime, pjesëmarrjes qytetare në procesin e votimit deri te shkuarja e procesit zgjedhor. Që nga hapja dhe në votimeve në ora 7 të mëngjesit, sipas vëzhguesve të demokracisë në procesi i veprimit i votimit në gjithë vendin por në mënyrë të qetë deri në orën 12. Të drejtën për të votuar e kanë shfrytzuar 13.7% të qytetarëve të Kosovës. Ky trend prim kryesisht në Prishtinë dhe Policaj, ku dalja është më e madhe, diku në 15%. Në komunat me shumicë serbe në veri të vendit, keni parë nga milion të tjera që kemi pasur një votim në mënyrë të organizuar, edhe qysh në deri në orën 12% janë rritur 22% të taljes së qytetarëve serb në këto komuna. Rikujtojmë se dalja votuesve në përgjithësinë e kohore, ose shime grafika, në të njëjtat procese të ditës zgjedhore në shkurtin e vitit 2025, i vitit do të thonë se është diferenca shumë e vogël për çdo muaj, kemi tentuar në një kohë qasime, ka qenë 14.5% e taljes, që do të thotë për një përqindje shumë më e lartë se sa në ditën e sotme që është 13.7%. Parakullësit më të shprehura gjatë procesit që kemi mujtë me identifikuar dhe me pa, votues në vend votimet e gabuara, ju e dini se precisoj ka bërë disa veprime të duhura për të ndihmuar qytetarët e Kosovës, që në mënyrë të qasë sa më letë qendrës së votimit ku ata kanë, në mënyrë që ta ushtrojnë të drejtën e votës, por gjithsesi qytetarët nuk e kanë shfrytzuar në atyshim këtë të drejtë, dhe si pasojë e kësaj shpeshherë qytetarët janë duke u drejtuar në vend votime të gabuara për të rikthyer më të gjenë gjithë vend votime. Vëzhguesit e DNV-s kanë raportuar se deri në orën 12 vështirësi për ta gjetur emrin e listë për rrjedhën me identifiku vend votimin, adukat është raportuar në 50% të vend votimeve. Do të thotë në 50% të vend votimeve kemi raste ku qytetarët nuk mundin me gjetë emrin e tyre në lista, në vend votime edhe pas informata me sigurima të tjera dhe pse audimat e gjykimit në shumë qendra të votimit mungojnë, edhe qytetarët kanë për më vështirë në aspekte të informimit. Por, ka pasur edhe organizime të një numër i konsiderueshëm të votuesve, deri në 30 votues nuk e kanë gjetur emrin e tyre në listë. Domethënë, edhe këtu prim komunat e Prishtinës së Europës, ku qytetarët i kanë këto vështirësi me gjetë emrin e tyre në listë. Ka pasur në disa raste kur votuesit janë ankuar që dikush tjetër është më shkruar në emrin e tyre në listën e votuesve, edhe ato në 1.4% të vend votimeve do të kemi vërejtje në rrugë qytetarëve. DNV rekomandat që qytetarët para se të nisin me votu ta shfrytëzojnë linkun e PCZ-s, i cili sot është edhe në website-in e PCZ-s, pra në platforma tjera digjitale online, ta verifikojnë vend votimin e tyre në mënyrë që mos shkojnë edhe të kthehen nga ky vend tjetër, dhe si pasojë e kësaj mos mbesin pa ushtrim të drejtën e tyre për votë. Ose e shohin domethënë në vend votimet e gabuara, në shkurt kemi pasur diku 50% të vend votimeve, në fakt sot kemi në 50% të vend votimeve të gabuara, por në shkurt kemi pasur 50%. Është një trend i mirë, do të thotë pavarësisht një angazhimi të PCZ-s për të informuar qytetarët, qoftë përmes mesazheve që i ka bërë gjatë kësaj periudhe, o qoftë edhe përmes atyre mjeteve digjitale që i kanë mësuar qytetarëve. Votimi me asistencë, sipas rregullave të PCZ-s, nëse një votues ose ka një dokument që dëshmon arsimin nga institucionet shëndetësore nuk ka të drejtë e votimit. Dhe kjo ka qenë shumë e diskutueshme, edhe për shkak të vendimit që është marrë para disa vite, dhe ka mundësuar
qytetarëve në diasporë se kanë votuar në ambasada që votojnë edhe pa dokumente me APA. Por ky vendim nuk vlen për Kosovën, nuk vlen për sa, edhe si pasojë e kësaj, si pasojë e kësaj të thotë votuesit në 61% të vendët janë duke zbatuar rregullat edhe janë duke kërkuar dokumente nga të gjithë qytetarët që vinë për votuar. Në këtë rast, deri në orën 12, numri i qytetarëve që kanë votuar është vetëm 1%, që kanë votuar me ACC. Ndërsa për më tepër 35% të vendeve time nuk është lejuar të votohet atyre që nuk kanë pasur dokumentet e lëshuara nga institucionet mjekësore në këtë rast. Nëse i shohim krahasimin të votimit në asistencë në zgjedhjet e vitit në vitin e parë, ka qenë 6% shkurt, ndërsa tani është 1%. Kemi një përgjegjësim edhe një përkushtim për shkallën votuesve për pasur të dokumentacione, por edhe të komisionere për mos lejuar qytetarët se nuk i respektojnë rregullat thjesht për votuar. Votimi me dokumente të pavlefshme. Dënimi ka gjetur se 16% të vendeve votimeve ka pasur deri në 4 raste të identifikimit me dokumente të skaduara përkundër rregullave që nuk lejojnë votimin me dokumente. Deri në orën 12, 4% të vendeve votimit ka pasur raste të izoluara, por votuesit janë identifikuar me dokumente jo valide, siç mund të jenë dokumente të shtetit të tjera ose të lëshuara nga UNICO. Kemi pasur votimin me dokumente në ata të skaduar është 16% të saj. Përsa ka qenë në shkurt ose deri në 4 raste, ka qenë në shkurt si raste të izoluara. Votimi me asistencë dhe me dokumentet, në fakt me dokumentet skaduara, është duke shkruar më shumë është në regionin e Prizrenit, nëse është në komunën e Prizrenit, por në komunën e Sarajevës, normalisht që nevojnë tjerë komisionare të zbatojnë ligjin dhe mos lejojnë që të votohet me dokumentet të skaduar, pasi nuk kemi një qendrim dhe vendim tjetër në aula KQZ-s për të lejuar këtë proces. Fotografimi i votës, si element tjetër i cili ka qenë gjithmonë i shprehur në procesin zgjedhor dhe ka ndikuar, besojmë që tani është në radhë e sipër nga ajo që kemi pas, si element në masa shumë të vogla, se një mirëqësie se votës i manifestuar përmes fotografimit dhe thotë po vazhdon të shfaqet në raste të izoluara. Deri tani kemi vetëm 13 raste, të cilat nuk mund të shndrohen as në përqindje të asaj që sot deri tani qytetarët kanë votuar. Deri në mesditë nuk është identifikuar një incident serioz, sa kemi parë, do thotë kemi pasur paralelimin edhe ndërprerje të rrugës në disa kryesisht në 8 qendra të votimit në Kosovë, por të cilat janë ndërhyrje të shpejta për lëshimin e energjisë elektrike, dhe ne edhe tani shfrytëzojmë rastin institucione përgjegjëse, të cilat kanë përgjegjësi të sigurojnë energjinë në mënyrë që mos të pengohet procesi. Të kundërtën, në këtë konferencë para se një votare që ose një pyetje ose diçka të veçantë, u bojnë thirrje gjithë qytetarët e Kosovës ta shfrytëzojnë këtë ditë të mirë, ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre, për kushtimin dhe angazhimin e tyre për ta shprehur vullnetin edhe për të qenë pjesë e një vendimmarrje për orientimin e politika, të cilat do të ndikojnë në jetën e tyre për 4 vite të ardhshme. Kështu që gjithashtu është ditë e mirë, edhe i bojnë thirrje ta shfrytëzojnë edhe sa më shumë të dalin edhe të votojnë.